Për të diskutuar më shumë rreth këtij aksioni, kam tani drejt për drejt me studion kolegun Sokol Bregu. Sokol, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje ju, faleminderit për ftesën. Sokol, është raportuar për kontrollet të Byros Kombëtare të Hetimit në zyrat e biznesmenit Samir Mane lidhur me hetimet për ndihmë të mundshme ndaj grupit kriminal të Ilir Shtufit dhe Artur Koçekut për skema të dyshuara të pastrimit parave. Çfarë informacioni kemi lidhur pikërisht me këto kontrolle? Kjo kontrolli erdhi një ditë pasi ZPPO vendosi masat e sigurisë për 20 persona. Në dosje që unë e kam lexuar shumë intensivë, midis dy trafikantëve diskutohet atë emri i presidentit të kompanisë Bajk. Kjo jo detyrimisht lidh atë drejt për drejt me këtë akt. Unë e kam dëgjuar edhe përgjigjen e tij. Kjo nuk do të thotë që në të kundërt SPAK nuk do ta falte dhe do të ishte brenda personave përgjegjës në dosjen e fundit. Megjithatë, SPAK ka vazhduar hetimet e saj. Kjo do të thotë që në Shqipëri nuk ka të paprekshëm, çdo njeri që përmendet ose dyshohet mund të jetë pjesë e hetimeve dhe kjo në SPAK ka ardhur në rritje dhe po ashtu edhe në gjykatën e posaçme antikorrupsion. Përderisa midis dy trafikantëve diskutohet një dhënie shifre ndaj Bajking Group, atëherë SPAK është i detyruar për të verifikuar edhe të dhënat që ka marrë nga dosja. Por e theksoj që kjo nuk do të thotë detyrimisht që ka një lidhje direkte me këtë, sepse SPAK nuk ka bërë edhe për kontrollin e këtyre zyrave nuk ka bërë një njoftim zyrtar, nuk ka shpërndar një informacion konkret, kështu që çështja është e paqartë për të folur më parë në lidhje me këtë kontroll. Duhet ta shohim në ditët me vazhdim se si do të vazhdojë ky proces, kështu që është shumë herët për të folur se çfarë ndodh në këtë pikë, sepse një dosje e cila shkon afërsisht 420 faqe, presidenti Bajking Group është në 2 apo 3 radhë në atë dosje. Kështu që kjo do kohë të qartësohet se cila është e vërteta mbi këtë histori, por kjo nuk... Ku implikohet zoti Mane? Por nuk ka një takim direkt me zotin Mane. Midis dy personave të cilët trafikojnë dhe janë të akuzuar për trafik droge, diskutohet që do paguajnë ca para për të futur pjesë në palas. Kështu që nuk është se është e vërtetuar, në kundër do kishim të tjera zhvillime nga SPAK dhe GKP. Aty thjesht midis dy personave diskutohet se do t'japi një shifër për të qenë pjesë e green costit. Kjo është e gjithë ideja. Pra, nuk kemi një veprim direkt të presidentit dhe një del në dosje që presidenti Bajking Group është pjesë ka kryer në një veprim në rastin konkret, apo jo. Megjithatë duhet ta shohim se si do të vazhdojnë hetimet. Kjo nuk e ul historinë, nuk e ul historinë dhe histerinë e trafikut të drogës në këtë vend dhe ndikimit të tij ndaj biznesit të ndërtimit. Pra atë që ne kemi folur me vite me radhë që trafiku i drogës është futur në biznesin e ndërtimit, del pikërisht në këtë dosje. Kjo dosje ka vite, po ta shohësh, gjithçka ka nisur nga skaj dhe Broçak, në bisedimet e trafikantëve të drogës se si të bëhen të lishëm në Shqipëri. Dhe SPAK ka pritur, ka një dosje voluminoze dhe ka pritur kohë të gjatë për të dalë në këtë përfundim. Gjithsesi kjo mbetet një shkundje e madhe ndaj biznesit ndërtimit. Në 20 emrat, siç e kemi parë, janë arrestuar biznesmen, është kërkuar arresti dhe janë arrestuar biznesmen të madh në fushën e ndërtimit. Edhe pse më të njohurit aty absolutisht janë Ilir Shtufi dhe Orest Sota,
jo më pak janë personat e tjerë të rëndësishëm si Artur Sheu, Artur Koçeku e me radhë. Fundit shtatë fundit janë ata që e kanë një paratë madhe e cila buron nga trafiku i drogës dhe përpiqen me çdo kusht të tjetërsojnë prona, të blejnë prona, të korruptojnë. Dhe kjo në fakt ishte goditja më e madhe për herë të parë se edhe lidhur me personat e përfshirë. Megjithatë, vetë zoti Mane në një reagim për MCN ka mohuar që trulli për cilin diskutohet dhe që përmendet as nuk është dhe as nuk ka qenë ndonjëherë pjesë e projektit Green Coast. Po kjo normalisht është në të drejtën e tij. Unë nuk e di nëse është apo jo, por di që nëse do t'ishte dhe ishte kryer veprimi, SPAK nuk ishte do t'a falte. Fakti që në gjithë të zoti Mane nuk bën pjesë të dyshuarit, ose më saktë të proceduarit penalisht, do të thotë që është duke u epuar në rastin konkret e SPAK në veprimet e tij lidhur me një dyshim që mund të ketë në rastin konkret. Shiko, jo çdo gjë që mund të lexojmë detyrimisht e bën atë një person, në rastin konkret është zoti Mane, po jo detyrimisht e bën atë të dyshuar fajtore tjera me radhë. Kjo do të duhet parë me shumë kujdes, sepse nga media, sepse SPAK po vepron dhe ne duhet i referohemi të gjitha dokumentave zyrtare të SPAK. Deri tani SPAK nuk e akuzon për një zotim. Sokol, edhe diçka të fundit, skemat e dyshuarat përdora, po, edhe diçka të fundit, skemat e dyshuarat përdora nga grupi kriminal i Ilir Shtufit dhe Artur Koçekut, deri ku mund të shkojnë nisur nga provat që kanë dorë SPAK-u? Po, sepse pjesa më e madhe e tyre akuzohen për trafik droge dhe për pastrim të produktit veprës penale. Por SPAK e nis të gjithë këtë aksion nga kapja në Barcelonë 411 kg drogë. Aty është zbuluar e skema se si ata veprojnë. Kemi të bëjmë me një ndër grupet më të fuqishme të narkotrafikut në Shqipëri. Ka një problem Shqipëria në shpërndarjen e informacioneve dhe në mediatizimin e personave. Ne njohim 3 apo 4, media gjithmonë i referohet 2 apo 3 grupeve kriminale të cilat i kanë quar herë pas here dhe i mitizon ata deri në fund. Por po të shohësh të dosje, kupton që këta 2 persona të cilët sot janë në masën e arrestit, janë më të fuqishëm në Shqipëri. SPAK thotë se ata kishin bashkëpunim me të paktën 7 apo 8 grupe të tjera kriminale ndër më të forta, duke nisur nga Japonia, nga Holanda, nga Paraguay, nga Bolivia, nga Kolumbia, nga Ekuatori, Meksik, janë shumë lidhje të tyre me grupe të tjera kriminale dhe është një vjet i gjerë transnacional. Hetimi total nuk është një hetimi bërë vetëm nga SPAK. Të gjithë kanë ndihmuar nga PAK në këtë hetim të narkotrafikut, i cili buron miliona dhe miliona euro të cilat janë përpjekur për të futur në çdo moment në biznesin e ndërtimit në Shqipëri. Mirë, Sokol. Po, për ta përmbyllur. Po, është shumë e rëndësishme në gjitha goditja që ne japim narkotrafikut në Kines. Dhe kjo është një dhe duhet ta inkurajojmë SPAK-un në këtë lloj logjike, duke qenë se narkotrafiku në këtë vend po i merr frymën Shqipërisë në mënyrën e vet. Aq shumë para sa ata po fusin në Shqipëri me thas, po e varfërojnë vendin dhe po e zhdukin pjesën kryesore të popullsisë në këtë vend, duke e varfëruar gjithmonë më shumë me një rritje galopante të çmimeve në çdo lloj fushë. Të falenderoj shumë për bisedën dhe të uroj punë mbar.